Ashtu si që paralajmërova pak më parë, dy botë të ndryshme, por që kanë arritur të ndërthurin në mënyrë perfekte një familje shumë të bukur. Në studio me ne, për herë të parë bashkë, nëse nuk gaboj, producenti i televizionit Alsat, Fadil Veseli, bashkë me zonjën e tij, Naronën, e cila është një arkeologe. Mirë se erdhët, kënaqësi ju kemi sot në Prizma. Jeni për herë të parë bashkë, nëse nuk gaboj, apo? Po, e vërtet. Kënaqësi. Kur më pyesin pse ke zgjedhur Naronën edhe Sonjë më kom bashkë me Naronën që 300 vjetë. Po prit, pse po e përgjigjet, prit se ka me të pyet. Jo, vizhdisa me tregu që zakonisht arkeologët i dojnë njerëz të vjetër, apo din edhe sa të bëjnë unë më i vjetër, që është më shumë dashnia. Aha, domethënë kjo prej në fillim na e ndave një nga sekretet e martesës. Sa ashtu thash. Do ndajnë me ne në këtë kohë dinamike ku para pak ditësh lexuam edhe lajmin që në Maqedoni në 3 muajt e fundit ka pasur më shumë divorce se sa martesa. Ne po mundojmë që të kemi sa më shumë martesa të suksesshme që të promovojmë modelin që duhet ta ndjekin të rinjt. Kështu që mirë se na erdhët Narona, kënaqësi të kemi sot në emisionin ton për herë të parë me Fadilin për të ndarë rrugtimin tuaj të përbashkët me ne, por edhe me gjithë shikuesit. Faleminderit shumë Flora, faleminderit për ty që sjell shumë pozitivitet. Ne ty të njohim që moti që e prezent në televizion, edhe gjithmonë ke qenë pozitive dhe vazhdon. Shpresojmë edhe ne sonte me Fadilin, edhe pse unë njihem si person shumë pozitiv, edhe Fadili gjithashtu. Edhe shpresojmë që sonte, edhe pse kemi qenë kështu me një grip, me një lodhje, me disa kokëdhimbje, me disa gjëra kështu, bile para se të vim në emision thash Fadilit, pse nuk mundem, se pse sot? Po sot tash do të mundohemi që t'japim më të mirat jemi sonte. Patjetër, as nuk e dyshoj. Fadilit i thash kam vetëm një kërkesë, ju lutem të dy të jeni vetvetja, se kur jeni vetvetja, ata që ju njohin nga afër e dinë pse po ua bëj këtë kërkesë, se jeni super funny, jeni shumë cool, jeni prindër interesant, jo të zakonshëm, kështu që këto gjëra duam t'i ndajmë me shikuesit. A je gati, Fadil? Po, patjetër që jemi gati, po unë po të ftoj kështu publikisht se shpejti do e bëjmë kërkesën e martesës e dytë me Naronën, sa aq vite jemi bashkë. Do provoj prap të shkoj ta kërkoj dorën edhe të njihim për së dyti, ripërtrirje. Sa ceremonia që se kemi bërë fillim dasëm, po, e kemi pas dasmën e mirë. Jo, keni bërë një dasëm shumë moderne, shumë bukur. Po, nuk e kemi pas tradicionale, tash disa gjana të bëna tradicionale, po i kthejmë tash. I keni rapishman, a? Doni me bu pak më tradicionale. Se një farë që duhet Narona disa çështje duhet të rinegociojmë, domethënë ato betimet do t'i ripërtrimit. Po, do i shtojnë do pika, për shembull me këshëri flok të mos del kështu të më përzitë si dukna dhe i tham leve ti ka kush A Narona ka kërkesa kundrejt Fadilit? Kërkesa treja Narona nëse bëni nëse bëni martesën për s'dyti, ripërtrirje. Cigare me lanë. Cigare, se unë nuk pi cigare, Fadili shumë pin cigare edhe që aty e kemi problemin. Edhe zakonisht kër e diskutojmë Flora këtë punën e cigares, i tham, pse ti në fillim së më thoj që dil jashtë pije cigare, na din? Në fillim edhe cigarja i ka ardhe ëmbël. Për këtë se ti më paralajmërove mua thaje se jam arkeologe. Përndryshe jam edhe historiane e artit me arkeologji, po mire thaje që arkeologe, sepse Fadili gjithmonë thot Narona, sa ma i vjetër që jam une, aq ma shumë ndonë Narona, sepse arkeologët e duan vjetërsin më shumë, po. Edhe gjithmonë Fadili e përmendën këtë se po përndryshe edhe historiane e arti jam me arkeologji. E qartë, oke, mirë, ta kemi të plot këtë. Nëse do në informacion shtesë, do më dhënë, ne jemi bashkë kemi zgjedhë dhe profesionin, para mendo sa gjatë jemi bashkë me Narona. Do me thanë një jetë të tërë. Një jetë të tërë. E tani na jep një detaj, në çfarë moshe jeni taku, Fadel, si ka qenë takimi juaj i parë, tamam t'ju kthejmë në kohë të lashtë. E disi na ke pasi ato nëpër filma ku dalin, kur janë pa njohur, edhe mundohen ta tregojnë ngjarjen e tyre, edhe njëri thot ndryshe, tjetri thot ndryshe, dhe ne më duket kështu. Ani ne do i dëgjojmë të dy versionet, mandej do e gjejmë të vërtetën e përbashkët. E kujtoj shumë nga është interesant, sepse unë e vi prej Kosovës edhe kam shku në studime në Universitetin e Tetovës. Në çfarë viti? Po flas për vitin 95, 94-95, gjenerata e dytë. Kur kam lindun. Kur ke lindë. Kur kam marrë këtë jetë, këtë botë. Edhe ishim të qifte hamam, i thojnë edhe atje një sikur kafiteria dhe i shoh dhe vajza dalin prej volejbolit ose ushtrimeve të volejbolit, për ndryshe Narona ka qenë volejboliste, kjo do ta shpjegon më mirë. Ka qenë volejboliste e Shkëndijës edhe
e shoh një vajzë me një trenerk deri këtu, e ka nxjerrë trenerken, i ka përvjel ato edhe hec mbas edhe ju ban muhabet aty në dy shoqeve të veta, ato dyja kështu rishin pak ma seriozma. Edhe unë i pesho kështu rrugës, se që shtu i bje rruga, e shoh, thash, ja bëj atina djallit, thash, kusha me që kjo vajza, tha, në Rona, shumë vajzë e mirë, vajza e këtina, adi pu më kalzo, tha, bili unë e kam edhe kështu gjenerat, thash, mja po vetë qysh me zatec dhe kam qenë, thash, si ka lafa zane si unë. Ajo që nuk ishte e zakonshme si tirat, ajo ty të boni për shtypja? Që nuk ishte e kuruar në detaje? Jo, nuk heste me ato, po, ishtë dilte për para, filiste, do më si interesante a ka njerëzët të rrugës, sepse unë për natyres jam njeri që kam qeni gjallë vetë, do më dhënë dijet që shka marrë shumica edhe kam treguar në emisionet tjera që ka pas një rrugtimi jem për Maqoni ka pas një lloj sakrifice në atë kohë. Edhe unë e shfrytëzoj rastin tash po bëna pak serioz, se di që s'ki që e shfrytëzoj rastin që ti falenderoj të varet për dy gjëra. Domethënë që në atë kohë studentëve nga Tetova na kanë pritur shumë mirë, domethënë edhe na kanë hapur dyert. Unë kam qenë në atë kohë pa pasaport, i përndjekur politikisht na lypshin për ushtar në kohën e ish Jugosllavisë, pata ik prej atje në Preshevë, në Bojanovce, pastaj hina në Kumanove dhe erdha në Tetovë. Edhe është interesant se kur e pash këtë vajzën, në atë kohë, Flora, s'dija të kujtohet, u bënshin disko, të bënshin ditën. Mos që, ditën. Nuk e di, unë e beson që, sa kom linë. Në Tetovë u bënshin disko ditën. Edhe i thash ati në djallit, ku me ime taku këtë vajzën? Ta shune, nuk po thamë që vi prej një mentalitetit, se dhonë jam katundara, bëdin katundarët janë qytetare e puro, kështu. Anita, tash jeni shkri bashkë? Po, unë një mba pak qytetarë. Jo, edhe më tha, në disko, tha, ka shansë sa sët me dalë në disko, tha, ka orat një. Unë e të u bëgati në ora njëtë natë, se ditë dalë, tha, shqarit, ta njoftoj. Kërë më theta, jo, një ditës të Pilan Veni, të Pinku, që shtë e ka pasen, Pinka. Edhe shko me unë njoftum, edhe që sot jemi bashkë, kemi 3 fëmijë. Jeta... Shumë vite, do më thënë, 25-6 vite bashkë. Në Rona, ajo që më bëri për shtypje, se rrallë me shkuj që i kemi pas në studio, kanë bajt mend kaq shumë detaje. Zakonisht ju a kanë lënë përparësi grave që të flasin, sepse ne nuk kemi mirë me këtë të mbaj mend detaje gjana tilla, po më vjen mirë që i ka të shenjta Fadili dhe po i tregon me detaje. Shqipe, si mes me mbajt mend një njeri që më falë, ta mora krejt kohën televizive. Si mes me mbajt mend një njeri që në atë kohë, për shembull, më ka mbajt me bukë, sepse kanë qenë kohët vështira për neve. Mujna me tha lirisht fukarallak i madh, edhe më thirrët të thë ke merre një mollë ha edhe ma jep ke një sendviç, apëtin. Edhe unë atë krenarinë e mashkullit i thësha, ja kom hangër bukë e rajsha në fakt, apëtin. Po kjo insistoj ke edhe bukë. Në Rona edhe femrat si në Rona Lumaj që i ka afer, sepse unë po të thëmë Flora shumë sinqerisht, po mos t'ishte në Rona vështirë se Fadili do ishte këtu ku ashtë. Normal, është rrugtim shumë interesant edhe mujna me folë me javë të tëra si kanë ecë këto, është pastaj një sen shumë i rëndësishëm sepse unë kur kam shku në ushtar, besoj që ti do i kesh në temë. Ljoqë ka qëri. Shure, ka marrë një kombinim. Kur kam shku ushtar, babi, se janë të nga pa, kur kam shku ushtar, në një farë forme kam dërgu një letër, sepse ka qenë kohët vështira dhe kam liru që po shihet edhe fotografia, si që jam duku, në zdi që shumë ka dasht kjo qika, Allah rona. Edhe kam liru Flora, është letra dikun në shtëpi edhe i kam thënë këtu ka shansë që unë mos kthehem më dhe kjo më ka prit, pastaj është interesu, pastaj kur jam plagosur unë ka pyet në për televizionet të Shqipërisë, mos është ndikon, domethënë ka një histori dashurie me shumë sakrifica. Unë jo rastisht insistova që t'ju kem sot në studio, sepse e dija që shumë nga detajet shikuesit nuk i dinë dhe në këtë kohë që po jetojmë ne kur i dëgjojmë na vjen interesant. Plagosur. Vetëm këtë detajin du të tregoj se kur u plagos, adi une në atë kohë i shikojsha shumë lajmet e RTK-ja dhe në ora 7 apo 7:30 ishin lajmet edhe tregonte me emër me mbiemër dilte udhëhecja lajmeve, tregonte emrat kush është vrar, kush është plagos. Edhe
isha çdo herë lajmet nuk i hiksha se s'kishim atëherë interneti, Facebook, këto nuk funksiononin. Dhe mezi keni pritjet me informacione. Veç pritësha thash emri Fadilit kur do të hale në televizor. Por një ditë ra telefoni i shtëpisë, atëherë telefon shtëpie kishim, edhe një shok i Fadilit edhe më thot Fadili thash plagos. Unë ashtu isha e hutume dhe i them ku, çka, si, nuk kisha as informat ku është, çfarë vendi është, si është. Edhe ma të regoj papa i vendi diku në Shqipëri, kufi ku ishin. Edhe unë i them, ku është i plagos, thot në kam. Sot nuk disha, thash, e ka këput kam, si ka harë. Hynë dhome në bajmen djalit të zës tim ishte refugjat, a ishte edhe më shikon edhe unë i them, Fadili është plagos, a nuk beson, unë fillova qaj. Thotë jo, pas e nuk disha gjenje se si kur do të vje Fadili, se si e ka gjenje. Do me thonë, kemi kalu në këshumë neve nga kapi shpejt lufta. Dhe sa ku keni qëndru kështu pa informacione sakta për njëri tjetrin? Unë i ika, Flora, i ika. Dhe ma nuk e lajmëroma që po shkoj, thash po shkoj me takon. Nuk unë tregoj. E pse zgjo dhe këtë mënyrë, ta leje pa informuar? Shkoj një motër, kam një motër në Shqipëri, dhe unë ashtu kisha takon. Unë e zakonisht... Për të mos ta shqetësuar? Jo, ndarjet i kaminat. Ndoshta për të stajë në bashkë. Po besoj që nuk ka, e ke di që s'ka qenë ndarje, që nuk krijesh... E di, ama kur shkojsh me një vend që është për shembull për të luftuar, du të me llogaritë që mund me ndodhë edhe me e keqja. Edhe unë isha i vetëdijshëm për atë punë, edhe thosha mos ta lani kujtim ndarje, sa përdit më mirë që ashtu diçka si rren le tjetë, përdit. Po dashti Zoti edhe kalu mirë, tash jemi bashk, është mirë mos mi përmen ato sepse neve na ndërton e kaluara, po është shumë e rëndësishme e ardhmja, domethënë. Dhe në fëmijët na bëjnë kështu pyetje, kur babi dhe Fadilin shpesh e pyesin për luftë, çfarë ke bëjë, si ke, po se Fadili ka më shumë ngjarje se unë. Unë s'kam shumë ngjarje. Sidomos fëmijët e kësaj kohe të teknologjisë, besoj i duket si të shohin ndonjë film. Sony PlayStation kanë luajtur ashtu lojë video game. E babi kështu e kësi e çka. Vajza tash më pyetën se ka moshën si njoftuju me babin, kur i njoftuju me babin. Në 10 vite kemi qenë kështu në lidhje, pas 10 viteve bëdëm martes, erdhi Ilona. E pse ka gjatë në Rona, pse e shtyt pas 10 viteve dasmë? Nuk kujtot, ajo ka qenë periuda, më duket kur unë ka marrë në Alsa, dhe pas pak muash, më duket ju keni kurorzu me dasëm dashurin tuaj. Unë nga mas karriere, saj Flora, dhe më dhanë... S'kishe ko, a? Nuk kisha ko, të edin atë kohën e bëjsha videoklipet Arta Bajrami, Dafina Zeqiri, gjitha videoklipet që bëjshin këtu, edhe pastaj, kur fillon me fitu pare, pak do pun harron, a dikni nga dashnija. Jo, neve gjera në kanar si spontane. Nuk i keni sforcu. Nuk kemi pas diçka, ose hajde tash martesën, ose tash gjitha gjërat në jetë në kanar në mënyrë shumë spontane, edhe kur nuk i pret, gjërat e mira atëherë vinë. Edhe neve mendoj se ashtu me Fadilin. Nështë si bjen me labdru, po për shembull unë pe ceki këta sepse momentin kur jam taku me Naronën edhe kam vendos që kjo t'jetë nana e fëmijëve të mi, pastaj ajo gjatësia, ajo lidhja pa... Fadil, kam dëgju që meshkujt kur e shohin është ai momenti parë dhe janë të bindur që kjo grua do t'jetë nëna e fëmijëve. Ke pasti këtë instinkt mbrëmshëm që ta ka thënë këtë? Po, me njerë. Me njëherë, do të ke qenë i bindur. Okej. Me njerë, sepse, shive, Flora, nuk po thamë për mus, edhe dhash Zotit që para publikut mos del ndonjë ky emision si kur Labdrat, po këta jemi, ti na njefe dhe kur jemi në kafe. Do me thonë, senet... Këtu dasma. Ja, po prandaj e mora këtu, që të flasim pak për periudhën e dasmës. Sa e bukur, pavarësisht 100 vjetori, pavarësisht Shqipërisë. Unë foto kam qef shumë, do me thonë, unë jam... E kam marrë një mixed fotove, se keni foto shumë bukra. Unë e telefoni e kam stërbushur me foto, bledhe fmit, mami mjaft me foto. A i djali tha tash mami nuk inqizoj prej në shpi, tha nuk të bëj foto, tha se ti se unë kam qef shumë. Do me thonë, po pata mundësi, shdo kujtim tjetër... Do dërgojë në Narona foto, plot për emisionet. Unë po pata mundësi, do me thonë, çdo kujtim tjetër s'kam qef ta kem memorje. Po, veç po ma pak problem kjo Instagrami, ta shto story, ta vedin. Edhe shpesh na... A lufta Instagrami, ta? Po, edhe shpesh kur rokemi, e tham, e ka qit nej shoqe jotja nej story, a vedin që se ma sill nej muhabet për nej udhtim, jani dikon me shkuj, thame pas ka qit filani. Edhe ju si ikni këti problemi, këti diskutimi, e boni shoqja, shife shoqen të? Ose ju kapin të shok, të shiken shoku jot, po e shetit grunë, e knaqi grunë. Problem komtar është,
storit. komentar. Une me mujtë me kërku për Instagramit, me hek storit, do isha njëri më i lumtur në botë. Mendoj që do na kishin shpëtu gjithë. Instagram të lutem hiqi storit, sepse ka njerëz që shkojnë në Paris, Flora, ulen atë 3 sekonda në asfalt e banë fotografin, nga në hanë një croissant edhe vrapon në aeroplan edhe shkon në Shqipëri, se që ashtu janë linjat, edhe dërmohet edhe të nesërmen ku t'i hinë fotografime, vap, edhe shpesh e diskutoj me Naronën i thamë, po dyqysh bre, ma mirë, unë i kam i nati fluturimet. Ky ishte në Gjermani, herën e fundit, te familjarët vetë edhe fëmi, babi, s'ke po as një foto, tha, si mu, marë panitas me foto të shumë, s'ka foto. Unë e bëj shumë foto. E parë se keni bën një udhtim në Rom, duket, nuk e di kur ka qenë. Mes më kujtë. Ashtë një nga të fundit, e parë ajo ty ishte pash në aparat në dorë. Unë e kam qef shumë udhtimet, edhe tash shpejt do bëj një udhtim të vogël, po Fadili nuk vjen, nuk vjen, ka thënë më nuk vi me ty. Se pre Romës, kjo që tregojnë në Paris ishte Romë. Ishte Roma version. Tasha, a të tregoj që është e vërteta, jo? Hajde, tregoj. A shkohet në Romë me kolicë, fëmijëve, ajo Roma krejt me gurë. Yllori sa ishte i vogël? Para 2 vjetë, jo, 4 vjetë. Po s'ka lidhje, po e morëm kolicën që me... Po keni dashur lëvizja tjetë pak ma e thjesht me karocë. Po, Roma krejt me kocka, veç para mendosh ka i Fadili. Do ma se harroj Romën. Në shpinë karocë. Do ma kërëm hyp në aeroplan endë më do këtë që jam të udrirë. Ani, edhe këto janë pjesë e kujtimeve të bukra. Janë bukra. Unë kam qef edhe udhtimet, po Fadili është distancu prej, ashtu edhe unë jam pajtu me ha. Flora, unë e kam shëtit krejt botën e kam shëtit, edhe kur ishte... Sa foto i ke nga krejt botën? Pak, shumë pak. Bashkë ato dhe ishte në lidhë. Hollywood shumë pak. Kam qenë Hollywood, kam qenë gjithë ato vendet të Amerikës, kam qenë në Kinë, vetëm Japoni jam ka me të marak, edhe zbesoj që do shkoj se pritoj shumë rrugtimin e gjatë. Edhe i kam 3-4 fotografi për i krejt rrugtimit tem për 27 dit në Shtetet e Bashkurat Amerikës, edhe ma banë në norja. A je mirë, vëti, je konë në Hollywood, i thëmë, bab, largi ishte, le. Edhe në atë koha konë iPhone-im, do kësë di cili modeli iPhone të kam pas me veti, edhe aparatin, apëti sonë jam shku me punë profesionali, plus kamerë kam pas, po t'i qysh mu fotografu. Mirë dhe mirë, e ta ne vajzat jemi ma ashtu femrat kemi qenë. Unë menoj që edhe profesioni pak e banë, se jemi për para kamerave gjatë gjithë kohës, do më dhënë studimet i kemi ba për qenë për para kamerës. Edhe tash kur shkon me një udhtim privat, prap kamera, a ditë që shumë duket, vish mi a ba blerim, shumë qitë material, a blerimi këtë po? Blerimi. Okej, vish mi tha blerimi të në Amerikë, blerim, shoje bilan. Sidomos kur je një jetë të tërë në medium, ta kuptoj, Fadil. Po unë prap jam femër, ndoshta edhe profesioni po na e imponon në një farë mënyre, edhe që edhe udhtimet private t'i ndaj me njerëzit. Jo gjitha, po një farë imponimi profesional. Ajo është, rrjetet sociale definitivisht e kanë efektin e vetë, e sidomos për neve që jemi në medium, po dikush që rrinë të shpia dhe zban gjë dhe s'ka asë një loj obligimi, ka krejt kryra edhe mush storin, po që ke besoj që është pak e teprume, po flasë për femrat. Do më dhënë asë nuk punon në kuzhinë, apëti një ka kushtet veç qëtë story. Po mirë dhe... Kusha është të ditë? Diqka duhet me po. Unë e pys në rolin e i thamë, po kusha kjo që qëtë story? Adi, shka mësoj unë e prej saj, për shumë. Mirë, ajo ka kotë lirë sa du, që dhe tash diko duhet me harë shumë kohën. Zakonisht, Flora, në ndodhë, jo më rogë, po kështu pak me u fjallos, kur udhtojmë dikon. Dalim krejt në koridori ngusht, 3 fëmi, jazatetin një tjetri, pritë se harrova telefonin atin shka u ba edhe nuk ka qifte pa probleme. Edhe për fëmi përdarmi, edhe për ushimin përdarmi. Se për ushimin nuk e keni shien e njëjtë ushimin apo si? Po ka tonari ku hana si shka i thojna, si brukolle, bakolla. Jo, ushime tradicionale. Ju mërë sushin as du me pa, menoj që më ka dalë e peshki gjallë. Në fillim kemi pasur probleme me ushimin, tash si ku Fadili e ka lëshu. E keni gjetë një mes, a? Nuk bën shurë. Ama edhe kur të folsh, si me thanë, të manë që feqar burri ka. Unë kur shkoj me ek flok që shto e marrë George Clooney. Fotografinë e George Po, Clooney. shkoj të berberi, thamë, banëm si George Clooney.
Dina Rona, na krejt kur na e thot këtë në redaksi, na jemi krateje, kështu që ta dish. Ne temi, ti je me fat për gruan që ke. Ana siltas... Dhe sa Fadili nuk e Pse që apo donë publikisht, po jam shumë me fat. Edhe e the në fillim. E thash edhe në fillim, edhe jam edhe juroj, thash edhe njerë, çdo njerit që donë të ketë një familje të shëndoshë, donë të ketë një hecje për para du të ketë një njeri si Narona, sepse mos harro Flora, ne në Maqedoni flas 95-ën, pastaj në televizionin koha 5 vjet, pastaj 20 vjet në televizionin Alsat, pastaj 10 vjet paralelisht me televizionin Alsat me produksion, gjithë ato femra, gjithë ato videoklipe, gjithë ato, domethënë du të kesh një shoqe, një kolege, një bashkëshorte që e merr vesh. Narona ka qenë edhe në përvendet xhirimit. Narona s'ka pas nevojë me lajmëru. Tash do e pyesim Naronën se si ka qenë përjetimi i saj, po para kësaj dua të kthejmë te periudha e njohjes se aty e ndërprem. Ta pyes Naronën se si ka qenë reagimi i familjes së saj në momentin kur ti ke nis lidhje me Fadilin, një djalë nga Kosova, ndërkaq ju një familje e njohur në Tetov, me emër shumë të mirë. Pavarësisht edhe Fadili sigurisht vjen nga një familje mirë, po prap një i panjohur që vjen nga Kosova për studime në Tetov dhe na e bëri për vete vajzën. Si kanë qenë reagimet e para? Jo, Naronën po e për familjen e saj. Mami ime dinte e para, pastaj mori vesh edhe babi, po... Pas sa kohë shu a the, Narona? Mami e ka ditë prin fillim. Prin fillim, babi pak ma vonë e ka marrë vesh, po babi vetëm e di se qëta shumë e do Fadili. Vetëm që këtë e di se aj tash ma shumë mund për te, thot mjaft bolti, se Fadili e do shumë, tash vazhdo ti qka të shumë. Fadili ka të drejta. Mami Narona s'ka punu në post të Maqedonis, të ato, shka i thonë aty në defekteve, ku lajmëron defektet edhe unë dola ditën e parë edhe duke e njohur edhe mentalitetin, po duke qenë edhe koshient edhe me vendin ku jetoj. Edhe me atë vendosmërinë teme, mami Naronës thash për Prishtinë, se thash Fadil, ani pse unë kam qenë i ri, thash do shkoj do e marr nanën Naronës në takim. Domthonë besoni që takimi i tretë ose i katërt i pas Naronës ka qenë me mamin Naronës. Edhe kemi dalë, kemi hangër ka një tost dhe i kam thënë, dëgjon, në vajza jote është shumë e re. Unë jam një djalë që shto jam katunar, non vlazën, 5 motra, fukar Allah, ka nej, kreti, domthonë djalë kreti tregova. Tha po urna, thash, ndihmove ta bajnë vajzën tonë në 9 fëmijës tem, apo di se si dihet jeta. Dhe kam respekt për dy prindët e Naronës pikërisht për çta se shife, jo vetëm në Tetov, po gjithandej këto lidhjet kur bëhen sikur na, domethënë kanë mujnë me pas në i muhabet për mas, apo që shë more, ja dikush, po sot edhe hallat e Naronës më dojnë ma shumë se mu. Shumë e të familjarit e një shumë e të. Po, unë e qatë aftësie, kam lojë me full, Flora, u kërë muhabeti. E kur jemi këtu një person shumë i dashur për të dy ju, ka vendos që t'ju thot diçka. Se kjo paraqitje ime do t'ju befasoje, kujtoj se me gjithë të befasia do t'jetë e këndshme, sepse edhe une, kur mora vesh se do t'a kem rastin që në këtë mënyrë t'ju përshëndes, t'ju dëshiroj gjithë të mirat, ty Fadil, ty Naron, sepse ju e dini se gjithnjë e keni patur për krahjen time, kuptohet Fadili këtë përkrahje për herë e ka pas pak më tepër dhe kjo kombas kohë i ka penguar edhe Naronës, sepse dinte të më thotë babi ti gjithnjë e mban anën e Fadilit. Po, është e vërtet, gjithnjë e ka mbajt dhe do ta mbaj anën e tij, por kuptohet se kënaqësia është gjithnjë e një prindit kur shef se fëmijët e tyre, niprit, besa e tyre e duan gjyshin e vet, kënaqen në prezencën e gjyshit, ashtu siç edhe gjyshi kënaqet në prezencën e tyre. Gjithnjë kam pas dëshirë të jem më shumë se prind, të jem më i afërt
të jem mande edhe si një shok, qoftë me Fadilin, qoftë me ty në Ronë, sepse kujtoj se një qëndrim i afërt edhe ma shumë e bën që së bashku jemi gjithnjë të lumtur e të kënaqur. Prandaj, duhet të them edhe një herë se ju dua shumë, dëshiroj që të jeni të lumtur. Gjithnjë të keni suksese në punët tuaja, t'i rritni ashtu si që keni rrit gjermë tani fëmijët, që me ato emra të bukur, si që është Diellona, si që është Hënori, si që është Yllori, e keni bërë të lumtur edhe babin tuaj, pra edhe gjyshi i tyre është shumë i lumtur dhe dëshiron që këta të rriten pa brenga, ashtu si që ju kam rrit edhe unë juve. Ndaj, ju përshëndes edhe njerë dhe ju dëshiroj suksese në çdo lami të jetës suaj. Respekt, doktor, respekt, faleminderit. Çfarë të emocionoi ka qenë nga ky video mesazh? E papritur, domethënë kur tha e ti, unë seri mendojsha thash vajza, ama për te babin nuk më kiç as pak më ka shku mendja, se unë as nuk i kam tregu babit se të vinë në emision, se ai është kritikuesi më i madh. Ai u habet edhe kur thash që ju kam të dyve në studio. Ai është kritikuesi më i madh, a thash atë që e thash në fillim, thash babi e don Fadilin më shumë edhe të njëjtën e vërtetoi edhe e konfirmoi edhe ai, tha se ashtu është. Çdo kur fjalosemi, më thot mjaft, heshti, ai ka drejt. Unë thëmë si del zot ati, unë jam vajza jote, ta përndysh edhe papin e kam pik dobet edhe nuk e as pak me të vërtet nuk e prita shumë bevasi e madhe, nuk e prita. Vjen shumë mirë, janë emocionet bukura këto, sepse nga kjo jetë e shpejtë që po e bëjmë ne, ndonjëherë edhe nuk kemi kohë t'ja shprehim mirënjohjen dhe dashurinë që i kemi për njerëzit më të afërt. Unë e falenderoj shumë doktorin i cili është i njohur, besoj për shumë nga ne. Faleminderit shumë doktor për gatishmërinë që tregove dhe për këto emocione që solle në studio. Fadil, çka i ke boti, doktor Ilir Lumës që don kaq shumë bre? Na e trego sekretin. Shipe, doktori është një njeri i mrekullueshëm. Jo vetëm babi mrekullueshëm, por edhe gjyshi mrekullueshëm, edhe si i thojmë vjiher i mrekullueshëm. Tham shumë sinqerisht, ne kemi pas doktor shtëpie, edhe ndihmesën që ka bërë doktor Iliri për rritjen e fëmijëve normal, sidomos fëmijës të parku, ti nuk e din si të sillesh, domethënë gjatë gjithë kohës na ka qëndru pranë dhe falenderoj shumë edhe publikisht. Unë besoj që me doktorin na lidh ajo që edhe doktori edhe unë jemi dy të konkret. Domethënë, për shembull, për çështje kombëtare e ka njifet familja e doktor Ilir Lumës, Gani Luma, i cili në kohën Arona ndoshta e din më mirë me sqaruar, në kohë ka sjell edhe vetaren edhe pastaj kur e kupton që një djalë i cili po del me vajzën e tina dhe është adhetare dhe ka një histori të pastër familjare sa i përket pjesës kombëtare, besoj që qaja ka qenë ajo pika e lidhjes. Pastaj me doktorin diskutojmë. Po pastaj si ka qëndru kaq e fortë ndër vite. Bisedojmë Flora gjithçka. Bisedojmë gjithçka. Domethënë kemi biseduar gjithçka. Domethënë jam konsultuar për gjithçka. Nuk i kam njoft njerëzit. Domethënë nuk i kam njoft mentalitetin. Kam fol për mentalitetin, kam fol për kam lyp këshilla. Domethënë unë nuk kam marrë asnjëherë për askujt me marrë mësime. Ndoshta kjo që e ka luajtur rolin ndoshta si të babës her pas here. Për shembull, po tregoj një rast, ka qenë një radio Fama, radio Bleta edhe në atë kohën për këto festat e Ramazanit, ata dilshin edhe i mbledhshin do urime. Për Bajram edhe ashtu, edhe unë shkoj, i tham atina, unë jam pa punë, du të punoj. I tha, po vishë nëse del në për kompani me mbledh urime. Edhe diqysh mu dok vetë me dalë pa lidhje, tham, ta marrë edhe në Aronën, apo dit. Bashk. Po, edhe, do me thonë, bisë logarit, tash, doktor Ilir Luma e lën vajzën e vetë me dalë me një student,
në për kompani me lyp pare për urime. Kjo jo për me e ba të madhe, po është një farloj vlerësime dhe një besim. Ne mbledhëshim urime, Flora, edhe ishin ato 300 denar, në atë kohë 100 denar më takojshin mua. Si përqindje. Si përqindje, po. Po një me sigur që e ka vlerësu mënyrën se si ti ke dasht me ndirë të fitosh parantën. Ka me thonë një sen që nëse e spjegoj mirë, ne njerëzit mund të ndrojmë lozën. Do me thonë nëse e ke prej ardhjen prej X vendit, nëse e ki je rritur me një familje kalablak me vështërësi financiare, edhe vjen me një vend ku janë se një kërkan, do të me pas një njeri si doktorit, do të me pas një njeri si Narona, do të me pas një njeri si Bebi Velion, Indjeri, i cili edhe ai njëjtë në takimin e parë ka thonë ti do jesh pjesë e televizionit Alsat dhe sot u bane 20 vjetë. Edhe kjo është arsyeja që ne ngelëm, vazhdojmë për mbet jetojmë në Shkup. Për ndryshe, Prishtinën nuk e ndronë. Fadilit nga Alsati. Edhe unë ja kam bërë këtë pyetje, më ka thënë Arona është iniciatorja kryesore që dëshiron ndoshta edhe për hir të fëmijëve të provojmë jetën jashtë këtij vendi, po tha nuk më shkëputin dot nga Alsati. Shqipta është shumë e rëndësishme se nuk besoj. Ne këtu jemi si në gurbet, domethënë nuk kemi afken. S'ke përveç punës që na lidhin, askush e falinin puna e lidhen normal, edhe mua gjithashtu, edhe ashtu ngelëm. Përndryshe s'kemi, as unë kam familjen këtu, as Fadili ka familjen. Ne jemi tërkohën lëvizje, Tetov, Kosovë, Shkup, e kemi këtë trekëndshin. Po ndoshta edhe kjo e bën më të bukur familjen dhe jetën tuaj në Arona. Domethënë ne shto weekend ne nuk kemi, Shkup nuk kemi. Nuk e keni jetën monotone. Jo, thash neve gjitha gjërat në jetë që na kanë ndodhur, gjitha na vijnë. Bileni ditë më tha me përparim rame ndoni fotografi. Kush të? Në Arona, kush. Thash i ki 10 minuta me mendua me mua me preparimin. Edhe me ty sa veç një foto me preparimin. Desha ta pyes në Aronën se babi është ai që më kritikon më shumë ti për çfarë? Jo, përgjithësi për jetën, do me thëmë, përgjithësi për jetën, jo kështu diçka, por unë se jam pak tip më temperament edhe për e Flora, ti se di sa vërtet. Edhe emocional, jam shumë. Edhe është emocional. Ne që jemi më temperamente, jemi edhe më duket njerëzit më emocional. Shumë, edhe emocional, unë u emocionova shumë, edhe thash nuk qaj në emision, thash kush e qka ndodhe, thash atë fote dalja ma babin me vërtet nuk e prita. E po, unë tash më qishë me mbaj titullin si eksperte që nuk ka dal nga kjo studio asë një Muzafir Paqajt. Gjithmonë emocione pozitive, emocione të bukra, emocione të përzjera janë këto që i përjetojmë në studion e emisionit tonë. Flora, unë po të thëmë që e ke emisionin e mirë, edhe më turaj se kam pas rastin të uraj. E pëse s'po shumë të mirë, po veç të mirë. Shumë të mirë, okej. Për shkak të detyres që e kam këtu, të edhin se gjithë janë të mirë, edhe kamermanat, edhe blerimi, edhe regjia, edhe qaza. Unë edhe Fadili kemi bo bast, thash nëse nuk e te i kaloj breaking news, thash unë në 10 ore marrë qantën dhe ikë. Breaking news e ndështë kemi bo logaritë. Breaking news është emision i ka nevoj publiku për lloj emisioni si Breaking News, kurse emisioni jytë është emisioni cili sjell përpara publikut shqiptar, sidomos këtyre të Maqonisë, figura dhe njerëz të cilët i kanë mungu. Mos harro, Ferizai na ka te kalu, mos flasim për... Unë menoj që edhe Shqipëria dhe Kosova diqysh sikur na kanë lanë anash, edhe pse vetë jam kosovar, po jetoj edhe veproj edhe hap buk këtu edhe disi ndjehem keq kur e kalojmë kufirin edhe dalim anena. Jo vetëm në për mediume, qa ka blerimi? Edhe një minut po më thotë. Blerimi edhe një minut me kry komplet apo si? A ma jepë një minut mu? Edhe një plus, okej, dy total. Jo, veç po du me thanë që ta që ka nevoj Flora për emisione si televizionit Alsat, sepse disi në lanë ka me u shprej bashkë që she mendoj. Në Maqonia met mediatikisht edhe arti edhe kultura metëm, po edhe gastronomi, alirisht mu i me thonë,
kemi metë sikur ato bretkosat në atë prockën edhe në atë jeshilin e vetë, mos të thamë flisht, edhe veç kukurizin. Pastaj shkojmë për Kosovë dhe shojmë gjithat kualon të shku në Ferizaj njerëzit. Nuk kam kur gjohë kundër. Nga aty fillon ai dëshprimi. Po nuk kam kur gjohë kundër, po ndëgjom ne kurtanar Kosovar në Shkup, do më dhe kanë shënon në pletore, në ditar tjetës. A e kupton, të mund... Nërka që tanim duket se kanë ndryshu gjana, tash na kur po shkojmë po fascinohemi me ndërtimet, me restorantet, me ushqime, me mirëpritjen. Për që të narona veç Prishtinë, thot, Prishtinë. Veç në Prishtinë se ndrojnë. Qka shpejt, Blerima, qka shpejt, shku 40 minuta? Shku në 20 minuta, Blerim, a je i sigurt? Okej, mbyllë e Vlora, kur dush, nëse kemi të përru edhe me publikën, nëse menon një kush që ne si jemi kështu kur do që të në takon në kafe, ne jemi Fadili dhe Jo, besoj ata që ju njohin, po edhe ata që nuk ju kanë taku personalisht, besoj keni reflektu energji shumë të bukur. Pyetja e fundit, nëse do kishit mundësi t'i vendosnit një emër familjes tuaj, cili do ishte emri që doja kishit vendos? Shipe, pas një kohë martesës, Flor, vjen vakti... pyetje kisha. E di, pas një kohë martesës, Flora, vjen... Vim prap një emision tjetër, part 2. Vjen një moment kur ti du t'ja lash një emën martesës, edhe lidhjes, edhe familjes. Unë ja kisha lanë emrin problematikja. Unë tash më zëto se e zhurmshme, se shumë zhurëm bëjë. Jo, martesa... Dhe që po një zhurëm, Ti Narona, qëfar emri do i kishe vendos familjes tuaj? Unë nuk e di, zhurma gjithë, jemi zhurëm në hynë njeni ditë. Edhe fëmijët i risim në atë frymë, do me thani lamë... Nuk arritëm të flasim për fëmijët, unë e desha që individualisht flasim për se cilin, po do kemi besoj rast tjetër. Po, veç po du mi përshëndet se janë të nga pa dhe ne i lamë dhe jemi shumë të lirë me ata, përshfryzoj që të 30 sekonda për fëmijë, edhe i lamë me i shprej mendimet për ata. Zakonisht Fadili e njef edhe këtë generatën Z, ata ma spjegojnë shka gjenzia, shka janë këto, shka janë emision, besom që dhe emisionin ma kritikojnë, thonë kja është ba para 10 vjetëve, kja nuk është ma në trend, e kupton kështu që më dimojnë shumë edhe fëmija, respekt. Kështu që i përshëndesim edhe ne edhe Dielonën edhe Hënorin edhe Yllorin kanë emra të mrekullueshëm, po besoj do kemi raste tjera që të flasim edhe për këtë pjesë. Ishte shumë kënaqësi, faleminderit që ndat me ne sfidat tuaja të përditshme, por që në fund të ditës krejt këto e kam bë ndoshta martesën dhe jetën tuaj të përbashkët jetë kaq e bukur dhe e veçantë, me shumë histori. Faleminderit shumë, ishte vërtet kënaqësi. Faleminderit shumë.